Kur u duk se kishin prekur fundin në betejën agresive mes tyre, e pa imagjinueshmja ndodhi eksaktësisht në shtëpinë e tyre. Një betejë pjesëmëzjedhore e rithemelimit me aleat Ilir Metën e nxori Bashën të tretin. Dhe për të ndihmuar Partinë Demokratike dhe Demokratët të lënë me një andasit jo parimore, i vetëdijshëm për peshën që mora mbi vete me atë që e kam quajtur vendimin tim më të vështirë politik, kam vendosur të hedh një hap pas duke u dorëhequr nga detyra e kryetarit të Partisë Demokratike. Kjo parti nuk përjashton Pakicën, i ka dhënë mundësitë Pakicës të qëndroj po doj si fraksion. Deputeti Basha do t'jetë antar i grupit parlamentar, de facto është i shkarkuar nga kuvendi. Shmenuria e Peng Bashës për karriget ka kufi vetëm qiellin. I ka marrë të gjithë karriget në zyrën e tij, se si mjafton karrige e vet. Për kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë 43.680 demokratë, të cilët 40.820 kanë votuar për zotin Sali Berisha. Ever say never. Kjo është historia e shkurtër dhe dramatike e Partisë Demokratike, e themeluar para 35 vitesh me rënien e komunizmit. Me shpejtësi, ndryshuan balancat brenda selis blu. Nëse në ditën e parë të luftës Berisha ishte i vetëm, në ditën e fundit të saj ishte Basha i që mbeti fillikat. Lulzim Basha në 8 vite de facto u faktua vetë si një kalt opozitar. Kanë kaluar 4 vite nga kuvendi 11 dhjetorit 2021, ku Sali Berisha dhe mbështetësit e tij, në emër të rithemelimit dhe një partie më të hapur, më të fortë dhe më të bashkuar, ndryshuan edhe statutin e partisë. Për të zbërë praktikën negative që konsolidoi Lulzim Basha në këto vite, ku kandidatët për organet e zgjedhura për parlamentin apo për pushtetin vendor i shpalte në momentin e fundit, tashmë demokratët kanë të drejtë t'i zgjedhin ata me votime primare, me votën e tyre. Vota e antarëve do të vlejë më shumë se ajo e kryetarit.